Miq të nderuar të emisionit dritare, selamu alaikum. Java e kaluar shënoi 14 qerqorin si ditën ndërkombëtare të dhurimit të gjakut. Ne sot në studio e kemi të ftuar doktor Jeton Zenunin, mjek specialist në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut, i cili do të na informojë më tepër për rëndësinë e donimit të gjakut. Doktor, mirë se keni ardhur. Mirë se vjen. Doktor, dihet se nga aspekti fetar të bësh mirë ka vlerë të veçantë, sidomos të dhurosh një dozë gjaku, kur e dim se me një dozë gjaku mund të shpëtosh një jetë të tërë. Dihet se sa ka rëndësi kjo punë në fenë islame. Na thoni ju prej aspektit mjekësor diçka më tepër për rëndësinë e donimit të gjakut. Po, vërtet, sikur se nga aspekti fetar dhe nga aspekti shkencor dhe mjekësor, dhurimi i gjakut, siç e dim, përkundër avancimeve dhe zhvillimeve në fushën e shkencës dhe teknologjisë, nuk kemi arritur akoma që të prodhojmë në kushte laboratorike një lëng siç është lëngu i gjakut. Për këtë arsye dhe pasi që nuk mund të prodhohet në asnjë formë as farmaceutike as laboratorike, gjaku është i veçantë dhe për këtë arsye dhe dhurimi i gjakut është mënyra vetme e prodhimit të tij, pra është burimi vetëm i tij. Për këtë arsye dhe gjaku është i veçantë sepse dhuruesi i gjakut është i vetmi burim i cili mundson sigurimin e gjakut në situatat kur një pacient ka nevojë për të. Ato janë situata ta zëmë aksidente të komunikacionit, aksidente të natyrave të tjera ku kemi humbje të sasi të mëdha të gjakut, pastaj gratë, nënat në procesin e lindjes, si dhe pacient në rastet cilat ne i quajmë raste më të ftofta, domethënë në rastet kur kemi të bëjmë me sëmundje të cilat po ashtu kërkojnë doza të gjakut, siç është për shembull sëmundja leukemive, pastaj sëmundja e kancerit, si dhe gjitha sëmundjet e tjera të cilat pacientët kanë nevojë për gjak. Doktor, kemi dëgjuar të thuhet se një dozë gjaku që ne e dhurojmë mund të shpëtojë deri në 3 jetë. Sa është kjo e vërtetë? Po, shumë e vërtetë. Për arsye se momentin kur një dhurues dhuron gjak në qendrën transfuzionit të gjakut, kjo qese gjakut i nënshtrohet ndamjes në 3 qese tjera të gjakut, domethënë qelizat të kuqe të gjakut, në plazmë dhe në trombocite. 3 këto preparate ndahen dhe shfrytëzohen te 3 pacientë të ndryshëm për arsye se përdoret tek 3 indikacione të ndryshme. Qelizat e kuqe të gjakut përdoren tek anemit apo plagjaksit, plazma përdoret tek mungesa faktorëve të koagullimit të gjakut, sidomos kur kemi të bëjmë me çrregullimet e mpiksjes së gjakut dhe po ashtu trombocitet, të cilat japen zakonisht tek pacientët të cilët nuk kanë trombocite apo prodhojnë në sasi më të vogla se që duhet. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që secili qytetar, secili person të jetë i vetëdijshëm se një dozë dhuruar e gjakut më të shpëtojë, siç thatë edhe ju, deri në 3 pacientë. Do të thotë që ka e vërtetë. Shumë e vërtetë. Doktor, e përmenda se javën e kaluar shënuat ditën ndërkombëtare të dhurimit të gjakut. Më interesant të di se a organizohen aktivitete vetëm këtë ditë apo përcillen gjatë gjithë vitit? Aksionet për dhurimin e gjakut organizohen baza ditore në qendrën bazë, domethënë qendrën transfuzionit të gjakut në Prishtinë, si dhe në 7 qendrat më të mëdha të qytetet më të mëdha të Republikës së Kosovës. Përveç mundësisë për dhuruar gjak në këto qendra, qendra transfuzionit të gjakut gjithashtu organizon aksione për dhurimin e gjakut edhe në për pika të ndryshme si në Prishtinë, po ashtu edhe në qytete të tjera, duke filluar nga sheshet, sidomos tash në kohën e verës, po ashtu edhe në pranverë, pastaj në institucionet publike, për shembull FSK, Policinë e Kosovës, pastaj ambasadat të ndryshme, KFOR, EULEX, po ashtu institucionet fetare, si për shembull xhamit, po ashtu edhe kishat, pastaj organizatat të ndryshme, pastaj tek kompanitë të ndryshme private. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të
cekën edhe organizimet e dhurimit të gjakut edhe në fshatat të ndryshme, sidomos ato të fshatrat të qytetit Rahovecit, pastaj të Lipjanit dhe gjitha qendrat, domethënë apo kompanitë, institucionet të cilat shprehin dëshirën që të dhurojnë gjak, vetëm na kontaktojmë ne dhe ne jemi të gatshëm, domethënë që të vim atje ku ata na ftojnë dhe në këtë mënyrë të përgjigjemi këtyre ftesave për dhurim gjakut. Si e vlerësoni ju, a është i kënaqshëm niveli i sensibilizimit të qytetarëve për dhurimin e gjakut? Sa i përgjigjen këtij apeli? Krahasuar me vitet paraprake, tazëm para 10 vitesh, ky numër është në rritje sipër, mirë po kjo nuk na bën që ne të vetë kënaqemi, për arsye se synimi ynë është që të arrijmë në ato shtetet më të zhvilluara dhe më të civilizuara, tek të cilët faktikisht dhurimi i gjakut vullnetar ka arritur në nivelin 100%. Domethënë këto vende kanë arritur që ta largojnë fare dhurimin familjar të gjakut. Domethënë synimi ynë është që ne të arrijmë dhe shpresojmë që shumë shpejt të arrijmë këtë, që të rrim nivelin e dhurimit vullnetar të gjakut në nivelin 100% dhe siç e thash, ta flakim apo të largojmë tërësisht dhurimin familjar të gjakut, për arsye se ne dëshirojmë që familjarët të mos e kenë breng, përveç brengave të tjera në cilat ballafaqohen me pacientë në shtëpitë e tyre dhe në spitale dhe brengen e dhurimit të gjakut. Kështu që shpresojmë që shumë shpejt të arrijmë edhe ne në këtë pikë. Doktor, me që punoni pikërisht në këtë fushë, i njihni rastet nga afër, çka i motivon njerëzit të japin gjak dhe çka i bën ata të hezitojnë për të dhënë gjak? Motivimi kryesor fatmirësisht është ajo ndjenja altruiste, ajo ndjenja e humanizmit, ndjenja e përgjegjësisë sociale të cilën këta qytetarë ndjejnë ndaj komunitetit të cilit i përkasin ku jetojnë. Domethënë ajo ndjenja që unë dëshiroj që dhuroj gjak që përmes këtij dhurimi të gjakut ta shpëtoj një jetë, ose të paktën ta përmirësoj cilësinë e jetës së një pacientit. Kështu që janë edhe arsye të tjera, mirë po kjo është ajo arsye e cila dominon mbi qëllimet dhe motivet e këtyre dhuruesve. Kështu që ne gjithmonë edhe apelojmë në emisionet si ky juaj që ky në fakt jetë edhe motivi, qëllimi kryesor, për arsye se ky është edhe motivi që i bën këta dhurues, domethënë që të jenë më të qëndrueshëm në këto kauza dhe në këtë mision të tyre. Çka i bën ata të hezitojnë, duke qenë se po e shohim se unë personalisht për shembull kur nuk kam dhënë gjak, ndoshta jo për ndonjë arsye të caktuar, mirë po thjesht nuk e kemi shprehi si popull. Të drejtën thonë nuk kam dhuruar gjak deri në momentin kur kam filluar me punë si transfuziolog dhe arsyet janë të shumta, kryesisht janë si pasojë mos informimet apo keq kuptimeve, mos themit miteve të cilat qarkullojnë nëpër rrjetet sociale. Tazëm ajo frika çfarë ndodh nëse dhuroj gjak, pastaj mos do të ndjej ndonjë dhimbje, mos do të humb vetdijen, pastaj mos do të krijoj varësi, nëse dhuroj gjak, më duhet të dhuroj vazhdimisht ta shëtutje. A është e vërtetë kjo? Jo, fare. Duke filluar për kësaj të fundit, dhurimi i gjakut nuk shkakton varësi. Në fakt, tek disa dhurues të gjakut, sidomos ata të cilët kanë tensionin e lartë të gjakut, shtypjen e lartë, ata fillojnë të ndjejnë veten mirë gjatë dhurimit të gjakut dhe ndoshta kjo është mbas edhe arsyeja pse këta persona ndjejnë veten mirë dhe pas 3 muajve ndjejnë atë nevojën që të vinë dhurojnë përsëri gjak, për arsye se është ajo ndjenja që bën më ndihmë më lehtë, më mirë. Përndryshe nuk ka ndonjë arsye tjetër që bën kryen varësi. Në anën tjetër te dhimbja është vetëm në momentin e shpimit gjilpërës në atë gropën e brrylet, kur domethënë gjilpëra ngulet në lkurën e dhuruesit dhe nuk ka kurfar dhimbje tjetër. Ndërkaq sa i përket frikës, frika është tek disa persona me bazë. Mirë po, ne sigurohemi që momentin kur ata vinë në qendrën e transfuzionit të gjakut që t'i lirojmë ata nga kjo frikë, për arsye se kjo frikë domethënë është më tepër në formë të fobisë.
frika mund të ndodhë edhe si pasojë edhe mos po ndodhë diçka momentin pasi që të dhuroj gjak, ne sigurohemi si staf mjekësor i transfuzionit të gjakut që momentin e pranimit të këtyre dhuruesve t'u sqarojmë se dhurimi i gjakut nuk ka kurfar pasojë përshëndetjen, përkundrazi vetëm ka të mira, përfitime shëndetësore. Cilat janë disa nga përfitimet shëndetësore me që i ran fjala? Përfitime shëndetësore faktikisht vetë fakti që një dhurues i cili më dhuroi gjak faktikisht gëzon shëndet. Kjo është ai lajmi i mirë si harriqe që japim dhuruesit, domethënë është fakti që nëse gëzon shëndet të plot, ai mund dhuroj gjak. Në anën tjetër është ajo ndjenja psikologjike që unë e kam përjetuar herën e parë kur kam dhuruar gjak, domethënë ajo ndjenja kënaqësisë që ndihmova një person ose shpëtova një jetë e cila ka përcjellur të paktën atë ditë të nesërmen edhe mbasi gjithë javën. Po. Pastaj janë disa të mira të tjera shëndetësore, si për shembull freskimi i gjakut. Fakti që ti po jap gjak e nxit qelizat e prodhimit të gjakut që të prodhojnë qeliza të reja dhe freskohet gjaku, pastaj statistikat më të reja tregojnë se persona që dhurojnë gjak rregullisht, domethënë 2 herë në vit, mundësia me psu infarkt zemrës janë më të vogla, pastaj tek mundësia për shfaqjen e kancerit, gjithashtu sipas këtyre ulimtimeve shkencore tregohet se tek dhuruesit rregullt e gjakut, domethënë janë më të vogla. Dhe po ashtu edhe mundësia e shfaqjes së një sëmundje që ne e quajmë hemokromatozë apo grumbullimi i hekurit në organizmin e njeriut tek persona, domethënë tek dhuruesit e rregullt të gjakut është treguar se shfaqet më rrallë. Sa i përket atyre anëve negative, të cilat ndoshta për me qenë edhe real janë shfaqen tek një përqindje jashtëzakonisht e vogël, mund të themi të një 3% e gjithë dhuruesve, domethënë janë edhe një ndjenje marramendjes, ndoshta tek fundi i dhurimit të gjakut, po kjo zakonisht lajmërohet nëse ky person është i lodhur, domethënë nuk ka bërë gjumë të mjaftueshëm, nuk ka konsumuar ujë apo një shujt para dhurimit të gjakut, si dhe nëse ngritet për një herë nga karrika e dhurimit të gjakut, për arsye se është procedurë e rregullt që personi apo dhuruesi i gjakut të qëndrojë të paktën 10 minuta pas dhurimit të gjakut. Domethënë këto janë raste të rralla. Mund të shfaqet ndonjë hematom apo nxirje në vendin e gjilpërës, si pasojë daljes së gjilpërës nga vena, nga vendi, po edhe këto janë raste shumë të rralla, domethënë bën pjesë 3%, por edhe këto janë situata të cilat kalojnë brenda disa ditësh, dhe këto janë faktikisht ato si të themi efektet anësore të dhurimit të gjakut, të cilat janë edhe të rralla, edhe të cilat janë shumë shpërfillëse, të cilat ndoshta edhe nuk ja vlen edhe të përmenden krahasim me rëndësinë të cilën e ka dhurimi i gjakut, po për shkak të qenurit real, domethënë është mirë të përmenden. Doktor, e përmendet më herët se ta quaj limiti i lejuar për dhurimin e gjakut është 2 herë në vit apo jo? Meshkujt lejohet të dhurohen gjak çdo 3 muaj, pra 4 herë në vit, ndërkaq femrat lejohet të dhurohen gjak çdo 4 muaj, pra 3 herë në vit. A ka ndonjë kohë që preferohet? Ndoshta në mbrëmje, apo në mëngjes, apo nuk ka rëndësi kjo? Kryesisht është mirë që dhurohet gjak para dite, me që atëherë edhe jemi më të pushueshëm, është mirë që personi i cili dhuron gjak të konsumoj sasi të mjaftueshme të ujit, me që do të dhuroj gjak, do të humbë një sasi të lëngut. Pastaj preferohet, për dallim prej kur bën analizat biokimike që i thejme të mos haj buk apo të mos pi ujë, këtu është e kundërta, është mirë që të haj buk, një ujë të lehtë, jo të ngarkuar me ndyrna, 2 orë para dhurimit të gjakut, dhe këto janë pak a shumë ato parakushte të cilat janë pëlqyeshme para dhurimit të gjakut, përndryshe nuk ka asnjë ndonjë kriter tjetër, dhe
Për arsye se është edhe koha tash kur jemi edhe me qemi muajt e nxehtë të verës, është më mirë sa më herët, prej orës 8 ne fillojmë orarin e punës, sa më është më mirë. Do të thonë deri në atë kohën kur personi fillon edhe të ndjejë edhe atë lodhjen, po mbase gjatë muajve të verës edhe fillon të bëhet edhe më vop. Kështu që kjo është për mendimin tim ajo koha më preferuar, do të thonë koha e paradites. Doktor, a ekziston ndonjë rrezik i përhapjes së ndonjë smundjeje në rastet e dhurimit të gjakut? Jo, nuk ka asnjë rrezik, për arsye se seti i cili përdoret në rastin e dhurimit të gjakut është set i cili është i ruajtur në kushte sterile, domethënë është i mbyllur dhe për çdo dhurues hapet qelet seti, përdoret gjilpëra vetëm për një përdorim dhe domethënë ky set me gjakun brenda pasi që të përdoret tek pacienti për cilën është dedikuar, domethënë edhe gjilpëra edhe seti nuk përdoret domethënë askund tjetër. Kështu që është metodë jashtëzakonisht e sigurt, për arsye se është sterile dhe është vetëm një përdorim, domethënë nuk përdoret dy herë. Doktor, gjaku që ne e japim, patjetër se duhet të rikthehet pas një procesi. Sa zgjat ky proces? Si qëndron kjo punë? Po, domethënë është një pyetje shumë interesante, të cilën e hasim tek dhuruesit tan. Dhuruesi i gjakut, në momentin kur dhuron 1/10 e dozës së gjakut të tij, e rikthen faktikisht pjesën e lëngët brenda 24 deri në 48 orë. Po ashtu edhe ato trombocitet që i përmendëm, plazmën, ndërkaq ato qelistat e kuqe të gjakut i rikthen brenda 4 deri në 6 javë, ndërkaq hekurin, sasitë e hekurit nevojitet një kohë pak më gjatë, domethënë 2 deri në 3 muaj, dhe kjo është arsyeja pse ne ju themi dhuruesve të gjakut që nuk mund të dhurojë gjak para se të kalojë kjo periudha 3 muaj, domethënë për arsye se duhet të kryesisht të kompenzohen këto vlerat e qelizave të kuqe të gjakut dhe veçanërisht të hekurit. Kjo në fakt është edhe arsyeja pse edhe gratë dhurojnë më rrallë gjak. Po doktor, a janë të ndara kategoritë që lejohet të japin gjak me ato që nuk lejohet të japin gjak? A ka ndonjë ndarje të tillë? Po, në përgjithësi, përqindja dërmuese e njerëzve të shëndosh lejohet të dhurojnë gjak. Ne në qendrën transfuzionit të gjakut, çdo dhurues i cili vjen në qendrën tonë për të dhuruar gjak, i nënshtrohet një procedurë të rregullt, duke filluar nga një pyetësor, pastaj caktimi i grupit të gjakut, një ekzaminim laboratorik dhe mjekësor nga ana e mjekut transfuziolog dhe tek atëherë mund të nënshtrohet procedurës së dhurimit të gjakut. Pra, ekzistojnë dy lloje të përjashtimet nga dhurimet të gjakut. Ato janë përjashtimet e përkohshme dhe përjashtimet e përhershme. Përjashtimet e përkohshme, siç tregon edhe vetë emri, një person nuk lejohet të dhurojë gjak për një kohë të caktuar për shkak të arsyeve objektive dhe subjektive, duke filluar për shembull përdor ndonjë antibiotik ose ka ndonjë grip, ndonjë infeksion të rrugëve të frymëmarrjes, virus, temperaturë, ethe, pastaj është duke i rregulluar dhe metazemi, pastaj ju kanë nështruar ndonjë intervenimi kirurgjikal dhe këto ose ka konsumuar alkool për shembull, ose nuk ka bërë gjumë të mjaftueshëm, për shembull ne kemi raste që vinë edhe prej ndrymit natës, nuk ka fjet fare dhe shpreh dëshirën me dhuru gjak, në ato raste nuk lejojmë dhurimin e gjakut, për arsye se gjumi dhe pushimi është jashtëzakonisht më rëndësi. Dhe situatat për shembull kur vinë me tatuazha ose domethënë varësisht nga rrethonat në të cilat ndodhet gjendja shëndetësore ai dhuruese, domethënë i pamundësohet edhe dhurimi i gjakut derisa të i kaloj këtë situatë shëndetësore në cilën ndodhet. Ndërkaq te rastet e përjashtimeve të përhershme, këto zakonisht kanë të bëjnë me persona të cilët kanë sëmundje e cila ja pamundson dhurimin e gjakut, qoftë për shkak
dëmtimit shëndetit vetë dhuruesit apo pacientit që e merr atë gjak. Këto kryesisht bëjnë pjesë, domethënë, sëmundjet e zemrës, për arsye se ne nuk dëshirojmë që ta dëmtojmë dhuruesin, pastaj tek sëmundjet e enëve të gjakut, se sëmundjet kronike të rrugëve të frymëmarrjes, si për shembull astma, pastaj tek sëmundjet me çrregullime mendore serioze, pastaj tek diabeti, të cilët pacientët përdorin insulinën, pastaj tek pacientët që kanë sëmundje ngjitëse, si për shembull hepatiti B ose C, që ne po quajmë si sarilako, pastaj tek çdo sëmundje, domethënë e cila është kronike, e cila zgjat gjithë jetën, sëmundjet me kancer, pastaj tek sëmundjet me leukemi, të këta persona nuk lejon për jetë të dhurojnë gjak, apo epilepsia. Harrova të përmend edhe tek gjinia femërore, për arsye se kemi numër zakonisht më të grave dhe vajzave të cilat shprehin dëshirën në gjithë aksionet e dhurimit të gjakut, është për interesin e tyre të dinë se kur kemi të bëjmë me përjashtime të përkohshme të gjakut, nuk lejohet dhurimi i gjakut tek gratë të cilat janë shtatzëna, të gratë të cilat kanë lindur, të gratë të cilat janë lehona dhe gjatë periudhës gjithdhënies. Derisa të kalojë domethënë kjo kohë dhe pas një viti kryesisht edhe ato domethënë mund t'i kthejnë dhurimet të gjakut pa kurfar problemi. Doktor, ju shohim shpesh nëpër xhamitë e Kosovës. Më interesant të di se sa i përgjigjen besimtarët musliman thirrjes suaj për dhurim të gjakut. Po ne kemi një traditë tashmë 10 vjeçare, më sa mbaj mend, bashkëpunimit jashtëzakonisht mirë me Bashkinë Islame të Kosovës dhe Këshillat e Bashkimeve Islame të gjitha shteteve në territorin e Republikës Kosovës. Kemi filluar me një numër simbolik të xhamive, kryesisht në ditët e pranverës dhe të verës, për të vazhduar me tutje për gjatë gjithë vitit, duke falendëruar infrastrukturës jashtëzakonisht të mirë me kohën për xhamitë të Kosovës, domethënë kanë fjalën për hapësirat e mjaftueshme ku ne mund të improvizojmë ato mini ambulantat tona si qendër transfuzionit gjakut, e pashtu edhe me krijimin e temperaturave optimale si gjatë muajve të ftoftë dimrit, ashtu edhe gjatë muajve të nxehtë verës. Dhe kemi arritur që të krijojmë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me xhamitë dhe me xhamatin. Ne e dimë se gjatë predikimeve në xhamit, sidomos para dhe gjatë xumas, bëhet zakonisht sensibilizimi i xhamatit, i popullatës qytetarëve tonë mbi rëndësinë e ndihmës që duhet i dalim kategorive të cilat janë të dobta, të cilat kanë nevojë, të cilat kanë nevojë për ndihmën dhe për krahjen e komunitetit, dhe për këtë arsye unë mendoj se ky dhurim i gjakut është një mundësi jashtëzakonisht e mirë që këto mësime fetare t'i vëmë në praktikë me aksionet e dhurimit të gjakut, të cilat qendra e jon i mundson. Kështu që unë shpreh edhe një herë rastin këtu të falenderoj Bashkinë Islame, kreun e Bashkisë Islame dhe krerët e gjitha këshillave të Bashkive Islame në të gjitha qyteteve në territorin e Republikës së Kosovës dhe imamëve të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në sensibilizimin dhe informimin e qytetarëve në lidhje me rëndësinë e dhurimit të gjakut. Aq më tepër që shumica e këtyre imamëve shërbejnë edhe si shembull praktik duke dalë në krye të dhuruesve të gjakut dhe duke dhuruar edhe vetë gjak. Doktor, faleminderit shumë për kohën që ndat jeni bashkë me ne në studio. Ju urojmë shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe për juve. Miq të nderuar, ishim me doktor Gjeton Zenunin, mjek specialist në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut, me të cilin folëm për rëndësinë e dhurimit të gjakut. Doktori bëri apel për dhurimin sa më të shpejt të gjakut, e këtij apeli i bashkangjitemi patjetër edhe ne. Deri në takimin e radhës, selamu alejkum.